Ja ku po takohemi të nderuar miqtë e mi, këtë herë me një histori tronditse që na tronditi ditën e djeshme, vrasja e gjykatësit gjatë marrjes së vendimit brenda në institucion. Ne sot kemi arritur të kuptojmë detajet përse ka ardhur në dhe përse është ekzekutuar gjykatësi në fjalë Astrid Kalaja, i cili sot është tema më e komentuar në të gjithë vendet shqiptare. Një ngjarje e pa precedente dhe tronditëse ka ndodhur ditën e sotme në gjykatën e apelit në Tiranë, ku gjyqtari i njohur Astrid Kalaja u qellua me armë zjarri brenda sallës së gjyqit. Ngjarja ka shkaktuar jo vetëm humbjen e jetës së gjyqtarit, por edhe plagosjen e disa pjesëmarrëve të tjerë në këtë proces. Sipas njoftimit zyrtar të policisë së shtetit, ngjarja ndodhi rreth orës 15:35 të pasdites. Para kësaj, autori i sulmit, 30 vjeçari Elvis Shkambi, së bashku me një person tjetër të identifikuar si John Shkambi, hynë në ambientet e sallës së pritjes për publikun në gjykatën e apelit. Përmes pajisjeve të sigurisë ata kaluan detektorët e metalit, të cilët sinjalizuan praninë e metaleve, por sipas raportit të policisë, punojësi i sigurisë me inicialet B.K. nuk ndërmori asnjë veprim për të kontrolluar fizikisht personat dhe për të regjistruar hyrjen e tyre në librin protokollues, siç është procedurë standarde. Pasi qëndruan për disa minuta në hallin e pritjes, do me thënë bëhet fjalë për Elvisin dhe Gjonin, pasi kanë hyrë, do me thënë, në kalimin e detektorëve, detektorët kanë sinjalizuar metal në trupin e tyre, por punojësi i sigurisë, do me thënë, sipas shpjegimeve të policisë me inicialet B.K, nuk ka ndërmarrë asnjë lloj veprimi për t'i kontrolluar fizikisht, por i ka lëshuar në mënyrë mëse normale. Pastaj, Elvisi dhe Gjoni kanë qëndruar për një kohë të caktuar në hallin apo në korridorin e pritjes, ku më pas ata u futën në sallën e gjyqit, ku po zhvillohej një proces i rëndësishëm gjyqësor. Në momentin kur gjyqtari Astrid Kalaja shpalli vendimin, Elvis Shkambi nxori nga brezi një armë zjarri dhe qëlloi disa herë në drejtimin të gjyqtarit, duke i shkaktuar dëmtime të rënda. Gjyqtari u transportua menjëherë për në spital, por për shkak të plagëve të marra ndroi jetë gjatë rrugës. Në këtë sulm u përfshin edhe dy pjesëtarë të tjerë të procesit, bab edhe bir, të identifikuar si Rakip dhe Ervis Kurtaj, të cilët u plagosën. Babai Rakip Kurtaj, 65 vjeç, mori plagë të lehta në krahëror dhe në këmbë, ndërsa djali i tij, Ervis Kurtaj, 45 vjeç, u plagos në dorë. Aktualisht të dy ndodhen në spital jashtë rrezikut për jetën. Hetimet paraprake kanë nxjerrë në pah se John Shkambi nuk ndërmori asnjë veprim për të ndaluar nipin e tij, Elvis Shkambi, duke krijuar dyshimin se ai mund të ketë pasur dieni për planin e vrasjes, në rolin e shtysit ose të ndihmësit të ngjarjes. Pas kryerjes së sulmit, Elvis Shkambi i dorëzoi armën një nënpunësi gjyqësor me inicialet B.P për mbikëqyrjen e procesit në një sallë tjetër, ndërsa vet u neutralizua dhe u arrestua menjëherë nga policia. Përveç autorëve të arrestuar, policia ka shoqëruar edhe punonjësit e sigurisë. B.K me inicialet, do të thënë është zotëria i cili ka lejuar që të kalohet prej në detektor, të futet brenda në sallë, bëhet fjalë për këtë punonjës, i cili sipas raportit nuk ka respektuar procedurat e kontrollit të hyrjes së vizitorëve, duke mundsuar kështu futjen e armës në ambientet e gjykatës. Rrëfimi i familjarëve të plagosurve tregon edhe një dimension tjetër të ngjarjes. Gjyqtari Astrid Kalaja, përpara nisjes së seancës, kishte shprehur shqetësime për palët në proces, duke thënë:
Ndjej se do të kemi probleme me këta si janë problematik. Kam edhe çështje të tjera gjyqësore me ta. Kjo deklarat tregon se tensionet ndërmjet palëve nuk është se ishin të papritura për gjyqtarin zotin Kalaja. Në një intervistë ekskluzive për televizionin Top Channel, xhaxhai i autorit të sulmit Gjovalin Shkambit ka dhënë detajet të situatës së familjes së tij. Ai tha se pronat e familjes janë privatizuar përmes një procedure legjitime që ka nisur në vitin 1994 dhe se për dekada kanë pasur mosmarrveshje ligjore me shtetin. Realisht, pronat, tani kur flasim për vitin 94, pronat që janë të vitit 94, e kemi parë dhe tek zonja Eni Çobani, shqiptarët fatkeqësisht në Shqipëri kanë shumë probleme me këto pronat të 94-s që vazhdojnë dhe sot. Para komunizmit, prona ishte e gjyshit dhe stërgjyshit tim, thot xhaxhai i Gjovalin Shkëmbit. Për shumë vite kemi pasur betejë ligjore dhe probleme me shtetin, duke informuar dhe kryeministrin për situatën e pronës. Ai qëndroi gjithmonë në dieni të historisë së pronës dhe vendimeve gjyqësore, tha Shkëmbi. Do të thënë, xhaxhai i Gjovalinit thotë se ka pas informacion dhe kryeministri për këtë gjë. Ai shprehu keqardhjen për ngjarjen, duke ju lutur familjes së gjyqtarit të ndjerë dhe duke e cilësuar si një tragjedi aksidentale. Kjo ngjarje ka shokuar opinionin publik dhe ka ngritur shqetësime serioze për sigurinë brenda institucioneve të drejtësisë në Shqipëri. Vendimi i autorëve dhe përgjegjësia e punonjësve të sigurisë ka shfaqur mangësi të dukshme në sistemin e kontrollit të hyrjes në ambiente të mbrojtura, duke lehtësuar një sulm me pasoja shumë tragjike. Policia ka nisur hetimet për të sqaruar të gjitha rrethanat e ngjarjes, duke përfshirë rolin e Gjon Shkambit dhe punonjësit të sigurisë për të identifikuar çdo bashkëpunëtor të mundshëm. Përveç arrestimeve, arma e përdorur në krim është sekuestruar dhe po analizohet si pjesë e hetimeve. Do të thënë, sipas asaj që ne kemi të bëjmë në këtë mes, kjo vrasje vjen nga një problematik e një prone, një problem që është në familjen Shkambi, siç duket që në vitin 94. Dhe kjo zënkë, siç zoti Kalaja tashmë i ndjer shpreh ngushëllime sinqerta drejt familjes, është një diçka që e ka ndjer që do të hasej në një problem të tillë. Ngjarja tregon edhe një herë rrezikun që mund të paraqesin konfliktet pronësore dhe tensionet personale kur ato shndrohen në dhunë të armatosur, duke tragjikisht përfunduar me humbjen e një gjyqtari dhe plagosjen e qytetarëve të tjerë. Astrid Kalaja, një figurë e respektuar në sistemin gjyqësor, humbi jetën duke kryer detyrën e tij, ndërsa familjarët e të plagosurve përballen me traumën dhe pasojat e sulmit. Ngjarja e djeshme pritet të ketë pasoja të mëdha për sigurinë e institucioneve gjyqësore dhe për procedurat e kontrollit të hyrjes në ambientet e gjykatës, duke detyruar autoritetet të rishikojnë masat e mbrojtjes për stafin edhe për publikun. Fatkeqësisht që në raste të ndryshme, edhe rasti i Martin Canit, vrasja e 14 vjeçarit tjetër në Korçë, problematikat e ndryshme që hasen nëpër institucionet në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni. Unë kam thënë gjithmonë që siguria është 0.0 në këtë drejtim. Këto ishin detajet më të fundit rreth kësaj ngjarje. Nëse ka detaje të tjera ekskluzive, ne patjetër që do t'i sjellim.